Shkolla e mesme islame Medreseja Isabeu paralelje e vajzave në Gostivar, sot me një ceremoni solemne përcolli gjeneratën e 14 të maturanteve që 4 vitet e kaluara u pajisën me dije shkencore dhe islame në këtë vatër të dijes. Dhe si që ka hije një shkolle ku islami dhe shkenca rrugtojnë bashk, programi u hap me bukur lexim të fjalëve të krijuesit nga nxënësja Ruvejda Jakupi. Për të nderuar këtë ceremoni, krahas nxënësve, prindërve të tyre, profesorëve dhe profesoreshave, të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të muftinisë së Gostivarit dhe disa muftinive të tjera të vendit, si dhe përfaqësues të institucioneve të qytetit. Drejtori Gjenerali Medreses Isabeu, Islami, maturantët i uroi për suksesin në rrugtimin që do ta bëjnë drejt së ardhmes, ndërkaq duke theksuar rëndësinë e shkollimit në medrese, tha se këto vajza për 4 vite u edukuan me dije e dritë fetare, duke u përgatitur kështu fuqishëm për sfidat e jetës. Të dashur maturante, botës i duhen njerëz të dijshëm, por edhe të drejtë, i duhen profesionist, por edhe besimtar. Ju si bija të medreses, jeni shpresa e kësaj shoqërie për një të ardhme ku dijet bashkohen me vlerat, ku përparimi shoqërohet me moral dhe ku zemrat nuk harojnë krijuesin asnjëherë. Ruani zemrën e pastër, lutjet e sinqerta dhe përkushtimin ndaj të mirës. Kujtoni se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush ecën në një rrugë për të kërkuar dije, Allahu do t'ja lehtësoj ati rrugën drejt xhenetit. Në emër të muftiut të Gostivarit, i cili ditë më parë udhtoi drejt vendeve të shenjta bashkë me haxhin të Gostivarit, fjalën e mori përfaqësuesi i muftinisë së Gostivarit Mallzim Zendeli. Kjo shkollë sot gjendet në këtë vend dhe kur dikën të pyesin cilat janë simbolet e Gostivarit, i pari vjen nga koha Osmanlive, kulla e sahatit, simboli ditë është medreseja e Gostivarit. Më lejoni që në emër të muftiut Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli të uroj këtë përmbyllje të ciklit mësimor, edukativ, mirë po nuk do të thot përfundim. Do të përfundoj me një fjalë të ëmbël, e cila në këtë foltore është thënë para shumë vitesh. Ju maturante të dashura, sot ndroni mbi emër, por mos haroni se kush u dha emër. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Fjalimin kryesor në këtë ceremoni solemne mbajti kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetau. Ai me këtë rast theksoi se medreseja nuk është vetëm një nevojë kohës, por domosdoshmëri, sepse shoqëria po kalon nëpër stuhi të rrezikshme, ku dukuri devijante rrezikojnë seriozisht mirëqenien e shoqërisë. Dhe nuk është e rastit që sot nuk ka përgjigje. Pse gjithë këto anomali të kohës moderne, narkomania, prostitucioni, alkoholizmi, vrasja, mbytja, masakrimi, gjenocidi, varfria e miliarda njerëzve për një kafshat, buke dhe një pik ujë e kështu me radhë. Të gjithë janë të mendimit. Ata që merren me sferat humane, mungon elementi që i jep vlerë çdo një vlerë tjetër. Andaj të gjitha shkollat që i kemi këtu në Gostivar dhe më gjërë, e kanë për detyrë padyshim zhvillimin e dijes dhe profesionalizimin e kuadrove, por mbi të gjithë elementi edukat dhe moral duhet të jetë vërtet shoqërues i fuqishëm i dijes. Në fund të kësaj ceremonie solemne, për të gjitha maturantet u ndan mirënjohje dhe nga një shumë simbolike parazh që i ndau Bashkësia Fetare Islame nga Fondi për Stimulim të Nxënësve, ndërsa nxënëse e gjeneratës u zgjodh Hadise Bilali. E një punim dore i udhurua kreut të Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, i punuar nga vajzat e talentuara të medreses në kuadër të lëmisë artizanateve.
Programi kishte edhe pjesën artistike që përbëhej nga poezi dhe ese të përgatitura nga nxënësit e medreses e që i dedikoheshin kryesisht të qenurit pjesë e familjes së kësaj shkolle të mesme fetare.